Mos u besoni gjërave që po shikoni. Ka diçka tjetër. Jo çdo gjë është ashtu si duket në momentin e parë. Ka situata që duken të qarta, por mbajnë brenda një detaj që nuk shihet menjëherë. Një sjellje, një përgjigje ose një ndryshim i vogël mund të bëjë të mendosh se e kupton çfarë po ndodh, por në disa raste, pikërisht aty fillon keqinterpretimi. Ka njerëz që shohin sipërfaqen dhe marrin vendime të shpejta. Ka të tjerë që ndalen dhe kuptojnë se ka diçka që nuk përputhet plotësisht. Nëse ndjen që diçka nuk të bën plotësisht, mund të jetë pikërisht momenti për të parë më thellë. Ujori. Një situatë që në fillim duket e qartë mund të shtyjë të marrësh një vendim të shpejtë, por një detaj i vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh atë. Një reagim nga dikush mund të duket i sinqert, por një element i vogël mund të bëjë të dyshosh. Nëse e pranon menjëherë atë që sheh, mund të mos kuptosh se ka më shumë në këtë situatë. Nëse ndalon dhe analizon më me kujdes, mund të dallosh një mospërputhje që të tjerët nuk e shohin. Një qasje më e kujdesshme mund të ndihmojë të shmangësh një keqinterpretim që do të çonte në një drejtim të gabuar. Peshqit. Një situatë që lidhet me ndjenjat mund të bëjë të besosh diçka që duket e vërtetë në sipërfaqe. Një sjellje nga dikush mund të japë një përshtypje që nuk është plotësisht e saktë. Nëse ndjek vetëm emocionin e parë, mund të marrësh një vendim që nuk është i bazuar në realitetin e plotë. Nëse ndalon dhe e sheh këtë situatë nga një kënd tjetër, mund të kuptosh që ka më shumë se sa ajo që duket. Një analizë më e qetë mund të ndihmojë të shmangësh një zgjedhje që do të çonte në një keqkuptim më të madh. Dashi. Një moment që kërkon reagim të shpejtë mund të bëjë të besosh se e kupton situatën menjëherë. Një veprim nga dikush mund të duket i qartë, por një detaj i vogël mund të ndryshojë gjithçka. Nëse reagon menjëherë pa e analizuar, mund të marrësh një vendim që nuk reflekton realitetin e plotë. Nëse ndalon për një moment dhe e sheh më me kujdes, mund të kuptosh që ka një element që nuk e kishe vënë re. Një reagim i kontrolluar mund të ndihmojë të shmangësh një situatë që do të ishte e vështirë për t'u korrigjuar më vonë. Virgjëresha. Një situatë që duket e rregullt dhe e qartë mund të japë një ndjesë sigurie, por një ndryshim i vogël mund të tregojë se nuk është gjithçka në vendin e vet. Një detaj që në fillim duket i parëndësishëm mund të jetë pikërisht ai që ndryshon kuptimin e situatës. Nëse e injoron këtë element, mund të vazhdosh me një ide që nuk është e plotë. Nëse e analizon me kujdes dhe nuk e merr çdo gjë si të mirëqenë, mund të kuptosh që ka diçka që kërkon më shumë vëmendje. Një qasje më e kujdesshme mund të ndihmojë të shmangësh një gabim që do të ndikonte më gjatë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën dyshim nëse mendon se diçka nuk është ashtu si duket. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.